Mirëmëngjes. Sot deshta me bisedu me juve rreth ndryshimeve të trupit gjatë shtazanies. Kërkush nuk fol realisht rreth ndryshimeve të trupit. Aktualisht jam 6 muaj edhe ndryshimet kanë filluar. Do me thonë janë të mdall disa stria. Kej toj ndush me qit krem, valoj ja one kun qit krem, ja kërkush heq. Najher harojsha ose kur I kum pas ekografijat na thoshin mos me qit kreme se nuk shihet bebja mirë. Po ka njëherë edhe pse qet kreme dhe mundosh me bo maksimumin që mos me dal, apet kanë me dal. Çdo muj e sheh peshën tone të ushtu pak nga pak edhe e sheh këtë trupin tan të ndryshu. Është shumë e zarqme me pranu dallimet me faktin që e ke pas trupin normal, nuk e pas stria, nuk e pas shumë sene, edhe për njëherë gjithë shka ndryshon. Është shumë eksperiencë mirë edhe gjithmonë kum dasht me përjetu. Mirë po ka disa inkonveniente, si kjo për shembull, pesha është numër 1. Kisha këshillu gjithve mos me I gjyku gratë, shtazane ose nonat ose gjithkan sepse besoj që është vështirë për secilin person edhe besoj që komenti jot ndoshta është I 10 që e ka marrë ajo non edhe I hub vetë besime dit për dit edhe ti veç ashton atë ndjenjen e keqe që e ka, kështu që mboje komentin për veti. Kjo ke thjesht një mesazh që deshta me kalu për ketë nonat, ketë qikat, për çdo femër, shkurt, mos harroni me dasht vetën. Gjithsesi, shpresoj që ta kaloni një ditë sa më të bukur.